Të nderuar besimtar, ne shpeshherë themi që i dërguari i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej synimeve madhështore të cilat I ka patur është edhe të formojë një bashkësi e cila mundësisht jetë e përkryer. Që do thotë problematikat, mangësitë, cenet në këtë bashkësi të jenë minimale ose pse jo edhe të mos ekzistojnë. Dhe një prej formave se si ka dashur i dërguari I Zotit lartësuar ta transmetojë këtë formim dhe të transmetojë këto mesazhe, ka qenë edhe nëpërmjet shkëputjes së fragmenteve apo të ngjarjeve të caktuara nga popujt e mëparshëm. Dhe ne sot me ndihmën e Zotit lartësuar kemi zgjedhur për të ndarë bashkarisht një ngjarje e cila jam I bindur që nuk është hera e parë që e dëgjoni. Mirë, u them me bindje që kjo ngjarje është shumë aktuale, edhe pse praktikisht ka ndodhur shumë vite përpara, kohra, imagjinoni përpara të dërguarit të Zotit lartësuar, bëhet fjalë për shumë vite përpara. Imagjinoni edhe sot jemi 1450 vite afërsisht pas të dërguarit të Zotit lartësuar. Mirë, po për sa I përket ngjarjes, për sa I përket përbërjes së saj, për sa I përket personazheve, për sa I përket realitetit është si të ishte aktuale. Që do thotë ne na nevojitet dhe na përshtatet jashtëzakonisht shumë dhe jam I bindur që me ndihmën e Allahut të lartësuar do të shkëputim disa dobi dhe disa përfitime. Kjo ngjarje është ngjarja që ka ndodhur një njeriu I cili ka qenë shumë I spikatur, madje simbol në adhurim, dhe bëhet fjalë për Xhurejxhin. Thotë një ditë pejgamberi alayhis salam duke U drejtuar besimtarve, askush nuk ka folur në djep përveç 3 personave, 3 fëmijëve, 3 foshnjeve. Dhe fillon I dërguari I Zotit lartësuar të tregonte se kush ishin këto foshnje të cilët kishin folur në djep. Pra Allahu I lartësuar bëri mrekulli, tregoi Zoti I gjithësisë fuqinë e tij, madhështinë e tij, se si mundet që të japi aftësinë dhe mundësinë për të folur dhe një fëmijë, dhe një foshnjë, dhe atij që është në djep. Dhe thotë 3 kanë qenë. Njëri prej tyre ka qenë Isa I biri Merjemes. I dyti ka qenë Xhurejxhi, robi I Zotit, adhuruesi I mirë Xhurejxhi. Dhe këtu pejgamberi alayhis salam filloi dhe tregon historinë e Xhurejxhit dhe të tretin e ka treguar në fund të kësaj ngjarjeje. Por ne do të përqendrohemi sot me ndihmën e Zotit lartësuar pikërisht tek historia e Xhurejxhit. Kush ishte Xhurejxhi? Ishte një njeri I cili tregtonte dhe me njerëzit, tregtonte dhe me Allahun e lartësuar. Por si duket u zhgënjye në një moment nga jeta me njerëzit, nga ajo rëndesa, nga lodhja, nga zhgënjimet që mund të vinë në mënyrë të njëpasnjëshme nga njerëzit, dhe si rjedhoi mori një vendim I cili në atë periudhë ishte një zgjedhje normale, mirë po elhamdulillah Zotit në umetin tonë, në bashkësinë tonë nuk është e lejuar. Pra mori një vendim për të adhuruar Zotin lartësuar duke u veçuar nga njerëzit, duke u aktivizuar në jetën e përditshme në minimumin e mundshëm dhe pjesën tjetër të jetës së tij, të kohës së tij t'ia dedikonte adhurimit të Allahut të lartësuar. Madje çfarë bëri? Ndërtoi dhe një faltore. Dhe këtë faltore qëllimisht e ndërtoi ta themi për ta kuptuar në kat të dytë, që për të ngjitur aty patjetër duhej nëpërmjet shkallëve, pra ishte e vështirë. Që do thotë edhe ata njerëz të cilët do tentonin të krijonin kontakt me të, pa do shkonin enkas për ta kontaktuar, ta kishin të vështirë. Donte një veçim total, krejtësisht me Zotin e gjithësisë. Edhe një herë theksoj që ishte një zgjedhje normale në atë kohë, se bëhet fjalë për gjeneratat e kaluara, për popujt e mëparshëm, mirë po e ka ndaluar I dërguari I Zotit lartësuar murgjërinë në Islam. Thotë nuk ka murgjëri në Islam. Pra nuk mund të veçohet besimtari nga shoqëria, nga familja, nga bashkësia, mirë po I dërguari I Zotit lartësuar ka thënë madje, ai besimtari I cili përzihet me njerëzit, jeton me ta, është social, përballet me sfidat, me vështirësitë që vijnë prej tyre, është më I mirë dhe më I dashur tek Allahu I lartësuar se sa ai I cili veçohet prej tyre për faktin se ndihet I dobët përballë këtyre sfidave apo këtyre vështirësive. E rëndësishme, Xhurejxhi ky ishte vendimi që mori. U zhgënjye nga njerëzit, tha kjo është një tregtia me njerëzit është një ditë fiton, një ditë humbet, një ditë je I nderuar, ditën tjetër je I zhvlerësuar apo I poshtruar në mesin e tyre, si rjedhoi, unë do përqendrohem tek tregtia me atë I cili kur nuk humbet. Asnjëherë, në asnjë situatë nuk humbet. Tregtia me Zotin e gjithësisë. E ndërton të faltore. Dhe filloi që ta adhuronte Zotin njerëz zakonisht shumë. Aq shumë
Pra një jetë perfekte, të kuruar në të gjitha detajet. Derisa të rrojë xhelozinë e njerëzve, smirën dhe ligësinë e tyre. Dhe filluan ato gojet e liga, ata njerëzit të cilët nuk durojnë dot pa shprehur dhe madje pa derdhur atë zilin, atë xhelozin, atë ligësinë e tyre, dhe filluan dhe merreshin me Xhurexhin. Dhe thanë, po ky, u bë ky, si ka mundësi? Ose, çfarë do të shfaqi me këtë gjë? Nuk është gjë tjetër veçse një njeri hipokrit. O një njeri e bën gjithën këtë për sy e për faqe, për të ndërtuar një status në mesin e njerëzve, ja, që unë jam më adhuruesi dhe më i miri tek Zoti i gjithësisë. Dhe filluan jo vetëm për folën, madje zilia dhe xhelozia e tyre arriti deri aty sa që planifikuan një plan për të. Në mënyrë që ta degradonin, ta poshtëronin, ta ulnin atë pozitën e tij. Dhe në këtë moment, kur po diskutonin se si mund ta dëmtojmë këtë njeri, si mund ta prishim imazhin e këtij njeriu, sepse ky në një farë mënyrë po ndërton tani një standard dhe nëpërmjet këtij standardi, ky na nxjerr të palarat ne. Na nxjerr se sa të mangët jemi me adhurimin e Zotit, se sa të mangët jemi në raport me përkushtimin, dhe si rjedhoj, atëherë për të shpëtuar disi dhe vetën tonë, po njëkohësisht për të shprehur dhe atë xhelozin dhe liksin, atëherë si mund t'ja bëjmë me këtë njeri? Si ta degradojmë, si ta dëmtojmë, ta prishim imazhin e tij? U vet ofrua një grua, e cila ishte identifikuar në këtë bashkësi, në këtë shoqëri. Ishte identifikuar për dy gjëra. E para për bukurinë e rrallë. Merri si shembull, nuk ishte grua më të bukur në atë bashkësi se sa ajo. Dhe e dyta ishte identifikuar për moralin e saj, sepse e kishte rënuar moralin e saj, dhe vetë ngjarja tregon se si ju vetë ofrua këtyre njerëzve. Dhe thotë, ma lini mua në dorë, unë jam e pa rezistueshme. Unë do të merrem me të. Dhe shkon te Xhurexhi. E fton një herë, e thërret një herë, të dytën herë, të tretën herë, as nuk i ktheu fare syt. Fare nuk u shpërqendrua. Fare nuk u ndikua, lere më pastaj që të binte në provokim. Në momenti kur e tentoi disa herë dhe pa që me këtë njeri është e pamundur, atëherë ashtu në inat e sipër, por dhe në planifikim e sipër, kryen një moralitet me një bari. Me atë bari i cili hynte dhe dilte tek Xhurexhi, madje edhe ndihmonte dhe strehonte Xhurexhi her pas here në atë faltoren e tij, në atë strehën e tij. Dhe pastaj kaluan kohët, kaluan muajt, pas 9 muajsh del dhe thot, u bëra me fëmijë. Si u bëra me fëmijë? Ti si je martuar? Thot, babai i këtij fëmije është Xhurexhi. Babai i këtij fëmije dhe këtij djali është Xhurexhi. Tani na erdhi në shteg. Tani është momenti që ne duhet ta shfrytëzojmë. U përhap lajmi. Lajmi nuk u përhap vetëm tek ata të cilët e kishin planifikuar këtë. Por kujdes, lajmi u përhap edhe në masën e gjerë të njerëzve. Në atë masë të gjerë të njerëzve të cilët nuk kanë filtra, nuk kanë as durim, as logjik, as mençuri dhe as fe, t'i marrin dhe t'i filtrojnë lajmet. Prit pak, është i sakt apo nuk është i sakt? Ka dashakeqësi apo nuk ka dashakeqësi? I marrin lajmet të pa përpunuara, pa filtra dhe ashtu i shpërndajnë me një zell të madh. Dhe u përhap lajmi jo vetëm tek ata që kishin planifikuar, mirë po dhe tek masa e gjerë e njerëzve, derisa tashmë rebelimi, inati dhe zemërimi i masës së gjerë të njerëzve u bë i pa kontrolluar. Ta si ka mundësi një njeri që ne e njohim si shenjtor, në thonjza, njeri të kuruar perfekt, njeri besimtar, një njeri i cili është imazh, si ka mundësi të bjerë në këtë vepër të ndyrë? Dhe shkuan dhe ja rrëzuan komplet faltoren dhe e morën e tërhoqën zvarr dhe e qelluan dhe e dhunuan atë, në ndërkohë ky nuk thoshte asnjë gjë tjetër përveç se më mjafton Zoti i gjithësisë si mbrojtës, si ndihmues, por o njerëz, o popull, çfarë kanë bërë? Ta di çfarë kanë bërë, cili është krimi që kanë bërë? Thotë, ke bërë immoralitet. Dhe ja ku është dhe prova, madje edhe prind, e bërë dhe baba. As të parën, as të dytën, që do thotë asnjëherë nuk kam bërë gjunaf në jetën time, asnjëherë nuk më ka shkuar në mendje për të bërë gjunaf në jetën time. Asnjëherë nuk kam kundërshtuar Zotin e lartësuar. Atëherë thotë, jo, e ke bërë diçka të tillë. Atëherë në këtë moment thotë, o Zot, nga më erdhi gjitha kjo?
Nga merdi kjo sprov? Unë i veçuar për njerëzve i izoluar në faltoren time. Atëre filloi dhe mendonte çfarë gabimi kishte bërë. Ku mund të kishte shkelur në ndonjë drast të kalbër që thot populli? Çfarë mund të kishte gabuar? Dhe e gjeti se ku kishte gabuar. Ato ditët kur adhuronte dhe ishte në përkushtim, adhuronte shumë Zotin e gjithësisë, kishte shkuar nëna e tij me mall ta takonte dhe ndoshta kishte edhe një punë për të kryer. Donte Xhurexhin, djalin, që ti shërbente ti kryente një angazhim të caktuar, një punë. Dhe e thret dhe i thot: "O Xhurexh." Ndërkohë e gjen Xhurexhin në namaz, duke u falur. Në këtë moment mendon dhe thot: "O Zot, nënën time apo namazin?" Ti përgjigjem nënës duke u shkëputur nga namazi, apo të vazhdoj namazin dhe pastaj nëna nuk u shëvdiqe dhe të largohet. Dhe në këtë moment merr si vendim që ti të vazhdonte namazin dhe nuk u përgjigj nënës, duke nuk u shkëput nga namazi. Ditën tjetër shkon përsëri nëna dhe e thret: "O Xhurexh." Imagjino, faltori janë katë dytë. "O Xhurexh, e dëgjoj, po përsëri e gjën në namaz, duke u falur." Dhe thot: "O Zot, nënën apo namazin?" Përsëri merr si vendim namazin. Shkon përsëriti 2 herë, 3 herë, nëna derisa shkon përsëri në shtëpi, u kthye në shtëpi. Për të tretën ditë përsëri shkon dhe i thot: "O Xhurexh, o Xhurexh." E njëjta gjë, sprovë dhe nga Zoti. Të tretën ditë, dhe kjo tregon se sa i lidhur ishte me namazin, dhe se sa shumë e adhuronte Zotin e gjithësisë, dhe se sa shumë i përkushtuar ishte. Thot: "Nënën apo namazin?" Dhe për të tretën ditë përzgjedh përsëri namazin. Shkon nëna, por këtë herë shkon nëna e zemëruar. Dhe nuk duroi dot vetë se ju lut Zotit gjithësisë, duke i thënë: "Atëherë o Xhurexh, duke thënë se ti nuk u përgjigje, të mos ta marr shpirtin Zotit pa parti, pa i përqendruar njëherë shikimin tek fytyrat e grave imorale. Tek atyre grave të cilat janë të përfolura për nderin e tyre." Kjo është lutja që bëri nëna. Atëherë ti të sprovov Zotin me këtë sprov. Atëherë kujtua se çfarë kishte ndodhur. E gjitha kjo sprov që i erdhi prej Allahut të lartësuar, nuk është çudi që të ishte shkak për t'i dhënë Allahu i lartësuar edhe këtë mësim. E rëndësishme kthehemi edhe një herë aty ku ndalëm, e marrin dhe dhunojnë dhe thotë: "Çfarë kanë bërë? Çfarë kanë bërë? Ke bërë immoralitet, madje ky është fëmia tënd. Ky është fëmia im, djali tim." Thotë: "Po." Shkoni direkt se ku shkon mendja e besimtarit në momenti kur është në vështirësi. Në momenti kur robi është në vështirësi, njeriu i cili është brumosur me tauhid, me adhurimin e Zotit, me lidhjen e zemrës të shpirtit me Allahun lartësuar, robi besimtar i cili e di që askush nuk e ndihmon, qoftë prej njerëzve apo prej sendeve apo diçka tjetër, askush nuk e ndihmon në vështirësi përveç Allahut lartësuar, direkt zemra lidhur me Zotin e gjithësisë, atëherë thotë: "Mua më akuzoni për këtë gjë?" Thotë: "Po." Atëherë më jepni pak kohë. Sa të fal 2 rekat namaz. Dhe në një transmetim thuhet mori abdest, kjo tregon që abdesti, larja e gjymtyrëve që bëjmë ne përpara namazit, ka qenë një praktik, ka qenë një adhurim edhe tek popujt e mbarshëm. Merr abdest dhe i fal 2 rekat namaz, pastaj ju lut Allahut lartësuar ta nxirrte nga kjo situatë siç Zoti i lartësuar di. Allahu e përcakton se si, vetëm nxirr nga kjo situatë o Zot. Dhe pastaj e prek në bark fëmijën, foshin, dhe i thot: "Ja ghulam, men abuk?" Thot: "O fëmijë, djalë, kush është babai tënd? Kush është prindi tënd, babai tënd?" Atëherë Allahu i lartësuar i cili nëse jep urdhrin dhe nëse dëshiron Zoti i gjithësisë, flasin dhe sendet, shqiptojnë, që do thot shprehen, kuptohen dhe sendet, do shta dhe gërsirat, do shta çdo gjë që është në qiell dhe në tokë me urdhrin e Zotit, siç na ka dhënë aftësinë për të shprehur, për të kuptuar, ashtu ja jep Allahu i lartësuar aftësinë dhe mundësinë për të shprehur dhe fëmijat, pavarësisht se s'ka mbushur moshën, thot fëmia: "Babai im është bariu." Nuk je ti, babai im është bariu. Në këtë moment njerëzit, duke filluar nga masa e gjerë, u egzaltuan dhe thanë: "Këtu kemi të bëjmë me një njeri të Zotit, me një evlia." Dhe filluan e përqafuan dhe përlotën dhe filluan dhe e fërkonin për të marrë bereqet, edhe pse kjo është një praktikë ndaluar. Po kështu është me njerëzit të cilët s'kan dije. Dhe thanë, në këtë moment pasaj ndërhyrën edhe ata që e kishin planifikuar, por jo vetëm thanë: "Atë na jep lejen, ti je njeri i Zotit,
ne të kemi rënë në qafë, ne të kemi bërë padesi, na jep mundësinë të ta ndërtojmë faltorën prej Floriri. Thotë jo, nuk ka nevojë. As është e lejuar dhe as nuk e dëshiroj diçka të tillë. Marri ndërtoni përsëri ashtu siç e kisha. Prej balte. Jam plotësisht i kënaqur. Ja ndërtojnë apo rindërtojnë përsëri prej balte dhe vazhdoi rrugën e tij dhe adhuroi Zotin e gjithësisë derisa i erdhi ora dhe i mori shpirtin Allahu i lartësuar. Kjo ishte ngjarja. Ky ishte fëmia i dytë që ka folë në djep. Ne do ndalemi inshallah Zot në mënyrë të renditur disa përfitime, të cilat janë përfitime të përditshme jete, formimi, na lipsen, na nevojiten sa po të dalim nga xhamia. Dhe jam i bindur që nuk është di që në një moment apo momentin tjetër o prekemi, o jemi prekur, ose nuk është di, Zot na ruaj, nuk është di të prekemi me gjëra të tilla, qofshin këto edhe të padëshiruara. Një prej dobive që ne nxjerrim dhe përfitojmë këtë ngjarje është domosdoshmëria për respektimin e prindërve. Roli, pozita, madhështia që i ka dhënë Allahu i lartësuar prindit në Islam. Dhe kjo është diçka që ne e përsërisim shpesh, pavarësisht se nuk ja qellojmë. Nëse ka diçka që unë jam i bindur, që secili prej nesh, që nga unë i pari deri tek më i fundit, jam i bindur në lidhje me këtë gjë. Edhe flas në emrin tuaj. Nëse ka diçka që unifikohemi, dakordsohemi, që nuk ja kemi dhënë hakun pas Zotit të gjithësisë, janë prindrit tanë. Nuk ka shans të dalë dikush dhe thotë më përjashton mua o hoxh se unë ja kam dhënë hakun. Nëse del dikush dhe çon dorën dhe thotë unë ja kam dhënë hakun, i themi Allahu ta shpëlbet për mendimin e mirë që ke për veten tënde, problemi është nuk e di e mjaftueshëm, nuk e di se çfarë do thotë haku i prindit. Po ta dije se çfarë do thotë haku i prindit, e drejta e prindit, në veçanti e drejta dhe haku i nënës, nuk do të guxoje. Çoje dorën dhe thoshe unë ja kam dhënë hakun, unë ja kam dhënë hakun prindit tim. Prandaj shiko se si kjo lidhja që ka nëna me fëmijën, lidhja që ka nëna, dëmshuria, boshllëku që i krijon mungesa e fëmijës. Ajo dëshira e zjarrt për ta parë, ai meraku kur i mungon, apo kur i mungon zëri, të pak dhe zëri, nuk duhet të zhgënjejnë. Madje Allahu i lartësuar na ka mësuar nëpërmjet pejgamberit alayhisalam që edhe nëse je në namaz, këtu me mua or të nderuar, këtu me mua për të kuptuar këtë domosdoshmëri, këtë urdhër, por njëkohësisht për të kuptuar dhe madhështinë e fesë tonë. Me zë të lartë e themi gjithmonë, për të kuptuar se çfarë feje, çfarë Islami na ka bërë rizq Allahu i lartësuar. Thot Allahu i lartësuar dhe i dërguari i Zotit, thot edhe nëse je në namaz je lidhur me Zotin, je shkëputur nga tregtia tënde, nga biznesi tënd, je shkëputur nga gjitha angazhimet e tua dhe të thërret nëna. Nëse është namaz vullnetar, të lejohet ta shkëpusësh. Madje në momente të caktuara mund të jetë e pëlqyeshme ta shkëpusësh, ta ndërpresësh namazin. Madje në momente të caktuara e ke obligim ta ndërpresësh dhe ta shkëpusësh namazin. Nëse është vullnetar. Po nëse është i obliguar, nëse na thret në një moment që ne jemi tek 5 vaktet, sabahun, drekën, iqindin, akshamin, tek rekatet që i kemi vajxhib, do përgjigjemi përpara Allahut të lartësuar. Madje është gjëja e parë që do na pyeti Allahu i lartësuar, atëherë nxito. Nxitoje, duke i respektuar rregullat e namazit, mirë po, nxito pak. Dhe përgjigju nënës, dhe përgjigju prindit. Imagjinoni pak. E sprovoi Zoti i lartësuar me këtë sprov, sepse nuk ju përgjigj thirrjes së nënës, ndërkohë që ishte duke angazhuar me një adhurim fisnik, me një adhurim madhështor, me namaz. Tani më thuaj pak, si mund të jetë belaja për ne, Zot na ruaj, dhe si mund të jetë sprova për ne, dhe si mund të jetë ndëshkimi pse jo, Allahu na ruaj që të gjithë. Ndërkohë që ne na thrasim prindrit tan, dhe jemi në kafe, dhe jemi në argëtim, dhe jemi në prokupime të tjera, jemi me shoqërinë, ndoshta themi çma ka ngjen, më falni për shprehjen, po mund të dëgjosh dhe në përditshmërinë, kush është plaku? As baba jo, plaka. Që është haram të shpreh, ta shqiptoj besimtari, ti thot prindit, nga baba dhe nën, pra dy terma shumë të shenjta, që pas adhurimit të Allahut të lartësuar dhe pas profetit nuk ka gra tjetër, nuk ka amanet tjetër, nuk ka detyrë tjetër më madhështore, më fisnike, se sa ti është në përkushtimin e tyre. Dhe tjetri thot,
plaka apo plaku. Edhe e mbyll, edhe nuk i përgjigjet. Allahu na fal që të gjithë. Ndërkohë Allahu e sprovoi hodhin e sprovë për faktin se edhe pse ishte namaz, në adhurim, ishte në adhurim, imagjinoni pak. Prandaj o dërguari i Zotit i tha, e kam mbajtur nënën time në shtëpinë për gjatë gjithë tavafit, për gjatë gjithë haxhit. Nuk e ula asnjë moment, dhe kush ka qenë në haxh, dhe kush ka qenë në umre, e di se çfarë do thotë, pra të kryesh tavafin në atë turm njerëzish, në atë vap që ta mundson gadishulli arabik. Dhe të kryesh tavafin ose ritualin aty, vetëm i çliruar dhe përsëri është një mundim më vete. Nëse ke edhe një çantë, shtohet mundimi të mbash dhe nënën në shtëpinë. Imagjinoni pak se përse bëhet fjalë. Dhe thotë unë kam mbajtur nënën time për gjatë gjithë tavafit në shtëpinë. Aja kam çuar në vend, a kam kryer obligimin, detyrimin që kam karshi saj? Çfarë tha pejgamberi alsa? Thotë jo, as pak, madje asnjë goditje, asnjë lëndim, asnjë mundim që ti i ke dhënë gjatë shtazanisë. Një goditje. E ke vash për lëviz fëmia, një goditje të lehtë. Që kur vjen puna edhe kjo goditje nuk është ndonjë mundim i madh. As kaq nuk i ke shlyer. Allahu të na ruaj nënat tona, dhe të na udhëzoj në të mirë, dhe të japi shëndet, dhe çfarë kanë kaluar prej prindërve tanë në botën tjetër, Allahu t'i mëshiroj dhe t'i takojmë në xhenetet e larta. Dhe kur mos i shgënjefshim, dhe kur të mos guxojmë që t'i bëjmë që të dëshpërohen. Për gjatë gjithë jetës të jetojmë në një mënyrë të tillë që t'i bëjmë të ndihen kokllart e krenar, të jemi në shërbimin e tyre sepse kjo është jeta. Pasha Zotin e gjithësisë, merr shfleto historinë, por jo historinë e shkruar dhe të kaluar dhe të harruar ndoshta. Por kemi sot dhe heronj bashkëkohor, të cilët janë privuar nga shumë e shumë avantazhe që mund t'ju mundsonte dunjaja. Mirë po, u doli përpara një problem, në thonjza një problem. U duaj që të braktisin prindrit. U duaj në një moment që të ishin larg prindërve. U duaj në një moment që të lëndonin prindrit. Ata dëshironin që të ishin me ta. Për shembull. Dhe këtu nuk dua të gjykoj ata të cilët ndoshta janë emigrim apo ata për një arsye apo arsye tjetër janë larg. Jo, absolutisht nuk, kjo nuk është në formë, nuk e transmetoj në formë gjykimi. Mirë po, themi ka prej njerëzve të cilët kanë sakrifikuar jashtëzakonisht shumë në emër të këtij adhurimi, fisnik. Që lusim Zotin e lartësuar, që Allahu i lartësuar të na bëjë për atyre njerëzve të cilët japim hakun këtij adhurimi. Dhe unë ndalem këtu, duke shkëputur sot vetëm se këtë përfitim dhe vetëm këtë dobi, më duket sikur po shtova diçka tjetër e prish. Dhe ne inshallah Zoti do ta plotësojmë dhe do ta plotësojmë të gjitha dobitë që vijnë nga kjo ngjarje. Inshallah Zoti në xhumat e ardhshme. Zoti ju nderoft, ju mbuloft me mirësitë e tij. Dhe Allahu na mundësof që gjithmonë të jemi atje ku është e mira, atje ku është Allahu i kënaqur, dhe atje ku është nderimi, shpërblimi dhe lartësimi për të gjithë ne. Aqulu ma tasma'un astaghfirullaha al-azim li wa lakum.